Po flitet që opozita pas ka takime sekrete në Bern, Zvicrës me listën serbe. Tash kesh ka menoj se të na kur flitet edhe bëhet kjo punë se kjo veç pas ka dalë në shesh dikun, edhe dikush e ka folë këto e ka qitë këtë farlojme, edhe besoj që është e vërtet se për ndryshe nuk flitet këtë. Po çka po vjen shumë interesant, pse me orë në Zvicër, në ambasadë Serbisë me bo bisedime, kur mund bërë me bo bisedime na për puvashnica që shkanë bo për para, që që i bashin për dëkyja, lëdëkyja, akyja, dhe na për si bordele, shkëshin herë shkup në Macedoni që atë më ofër, herë në atje në Kaçaneke, Kapedione, Kahmos, në Graçanice, atje në Verije, na për si bordela bashin negociata pse me orë në Zvicër, a nashta është ma serios, a s'pëdi për shkadin, po dyqysh për më duket shumë interesant me orë prej atjeshit me orë me bo bisedime në Zvicër, bani dikun me ofër më shpenzoni pare se a Albini ashtu kështu ju ka tho. Po bisedimet një ta din e opozit që i keni të kota, se s'moni jo me rëgzu Albin Kurtin. Deshta me kalzu dishka që ka menon opozita për dykëja, vesh në gëne, shka menon këta dhe të shpeshta. Ka rrezik njerëzit mu lodh nga pjesëmarrja në zgjedhje. Vërtet është çfarë fakti që a keni fol me njerëz? Po ta tregon çdo ulumtim. Cili ulumtim? Secili ulumtim. Cili ulumtim merret me lodhjen elektorale të njerëzve. Përvoja na tregon që nëse bëjmë zgjedhje të shpeshta, ka rrezik njerëzit mu lodh nga pjesëmarrja në zgjedhje. Deshta me thonë këtinat për dykës, edhe e thonë qërë Albin Kurti neve me në thirë edhe në 3 mëngjesit. Jo me në lemru një për para, po në 3 mëngjesit më shkep lajmi që do të me dalë me votu, na që votujmë Albin Kurtin, 70% e popullatës po flas, ata 30% jo, po që ta 70% këta janë gjene më qu në 3 natës edhe kam me shku me votu. Letë që ta shkej kanë kere, kanë një dishka në shpe që mund me shku. Ama për që po lodhëm na me votu një Albin Kurt, që është dasht populli 70% me votën, ato harane jo opozit. Jo mëne me bo onra, jo mëne me shku në ambasadë Serbijës në Bern me pas negociata me listën serbe. Jo mëne me shku edhe na për bordela, me bo marveshe me listën serbe. Jo mëne me bo gjithë shka për me rëgzu Albin Kurtin. Po Albinin nuk e rëgjën ti, po Albinin e rëgjën veç populli. Derisa populli për votën 70%, harroa atë punë që lodhen. Në 3 mëngjesit me në thirë na kena më qua me shku me votu Albin Kurtin. Të ndash bindu, ndash mos o bind, po e kitë kot, edhe 100 herë me shku në zgjedhje, Albin Kurti ka mi marrë 50%. A di 50% se dje që ato 20% që si merë Albin Kurti, ato janë shkive të minoriteteve sene, se me vota Albinit veç shqiptarve del 70%. Nuk është 50%, po me vota veç shqiptarve, opozitës tonë edhe të Albinit, me qitë mës me pasbon jo atë par ligjën e mirë që keni pasbon për opozitën që e keni falë 20 deputet këtë me 250 vota deputeti, Albini këshku 70%. Po nese, pëzom që jo mundi me hek edhe 2%, për shemën, Albinit. Po bika në 48, hajde bjen edhe në 40%. Po në qësë edhe ju fitoni, e qysh menoni me zgjedhë ju presidentin tani pa Albin Kurti? Hajde, veç qështu, veç për ves. Edhe në qësë fitoni ju, qysh e zgjedhni ju presidentin? Ju edhe me shki bashkë nuk moni me bo numrat. Se ju me kom me shki që i bëni numrat ju zgjedhni, se e keni zgjedh
shumë herë nuk është ky problem. Jo, me listën serbe e keni zgjedh çdo herë kryeministrin, çdo herë keni zgjedh edhe kryetarin e Kosovës, krejt ligjet e keni kalu me listën serbe. Ama me Albinin, ma harron atë punë. Sa Albini nuk në shape, për që si hajna, së kur ju, Albini edhe 300 vjetë ka me najtë në qeveri. Se nuk ju voton njeri normal që ka pak trum, nuk ju voton hojna. E këqyri ditën e fund që tash dolen ato pasonia e politikanme. Shka me dalë pasonia politikanme? 13 milion, 4 kryetarët komunës, kishin 13 milion pasoni bashkë. Deklarume, po sa i kanë pa deklarume. 3 PDK-s kishin pasoni 20 e kusur milion. Ka i morën në burë? Te apo mendon që njeri normal voton i hajna? Jo, bre. Juve jo votojnë veç ata që ngajnë mas juve, që mendojnë që një ditë ju keni me ardhë në pushtete me vjedhë dhe ata në isen, me shnungë në isen, se njerëzë keni ju tjertë normal, nuk del kush me ju votu. Haron atë punë. Na janë qësi pevaqica si gazetarë që janë, po nëse edhe këta type nuk ju votojnë, veç ju thojnë që ashtu se a me konë kur i nin kështu në televizion të folë këtë kundër Albinit, ta mërmen Albinit 2% si merë. Po edhe këta shka folin kundër Albinit, krejt këta votojnë Albin Kurtin. Unë këm pas rast me najtë në të volin veti shtati, 6 janë konë të folë zi e terë për Albin Kurtin. Veç në gojshë, thash, hajde, në fund për në gojshë ka pëthojnë, ba me. Në fund të thash, a dishka bre, thash, du me kalzu dishka. Për juve 6 që në shtun të volin me mund, thash, 3 vetësh, ju e votani Tinza Albin Kurtin. Qysh? Thash, po, a në ryshe, qysh i merë 60% vota? Thash, prej 6 juve, ju 3 vetë e votani Tinza. Folë dishka tjetër, edhe voton dishka tjetër. Thash, se nuk është normal, 6 vetë në të volin, krejt kundër Albinit, edhe prap Albini për merë votat. Adin, njën e prenoj, Allah, i tha mire ki se ki kesa se për me tha nuk për di që për merë votat aj. Adin, me konë që se votojnë gjinja, tha po mire ki tha se shumica leshka folin kështu. Po kur vje puna të votat, të votojnë prap Albin Kurtin. Po nëjse, unë ju përshëndes gjithve deri në video në arshme.